Art ngjyra dhe buzëqeshje, në art në park, live painting, kështu titullohej aktiviteti i së hënës. Pasdite në ambientin para Pallatit të Kulturës në Tetov, ku arti figurativ foli përmes fantazisë së fëmijëve. Në kuadër të aktiviteteve të Tetova në Fest, Parku i Qendrës për Kulturë shndrua në një galeri të hapur arti, ku fëmijët u bën piktorët kryesor të qytetit. Të udhëzuar nga profesorët e artit figurativ, ata kapën furçat dhe lanë fantazin, të fliste përmes ngjyrave, duke sjellë një pasdite të mbushur me energji pozitive dhe krijimtari. Këtë organizim ne pikturojmë gjësende nga Tetova dhe sadopak të ngritim vetdijen qytetare për kulturën tetovare. Pra, në këtë organizim janë pjesëmarrës, mund të jenë pjesëmarrës edhe qytetarët, të cilët kanë prirje apo e kanë hobi pikturimin, si dhe në vazhdimsi të këtyre aktiviteteve të cilët i organizon Komuna e Tetovës, Tetovan Fest, e kemi edhe ekspozitën me fotografi, të cilët fotografët e Tetovës kanë dërguar fotografi në emailët tona dhe do jenë pjesëmarrës në atë ekspozitë. Ndërkaq që në këtë aktivitet morën pjesë dhe nxënësit e shkollës së mesme tekstile. Temë kemi zgjedhur si pjesë të ndryshme të qytetit Tetovës, duke filluar nga hapësirat malore, domethënë malin Shat, edhe objektet të cilat janë pjesë historike dhe turistike të këtij qytetit, siç është pjesë nga Xhamia e Larme, domethënë Konaku Palloshi, edhe domethënë pjesa e brendshme e Xhamisë së Larme. Secila pikturë është një dritare drejt botës së bukur të fëmirisë, than organizatorët, duke falenderuar të gjithë pjesëmarrësit e vegjël që sollën aq shumë art dhe buzëqeshje. Në fund ata bëjnë thirrje që këto aktivitete të vazhdojnë me ngjarje të radhës sepse siç thanë, bashkë ngjyrosim qytetin tonë.